Përfundimisht unë nuk duhet të qëndroj më në shtëpi vetëm. Parukeria me famë botërore Francesca Morataj vendosi që të pres flokët vet në shtëpi me vetëm një video tutorial në YouTube. Siç mund ta shikoni, i bëra flokët bish dhe fillova me prerjen e të gjithë flokut. Nuk e di se ç'më tha mendja që preva aq shumë, por nejse, kalojmë te hapi tjetër. Kapim pjesën e flokut pas veshit, dolën veshët llopush aty, dhe e kapim sërish. Ju lutem mos i proni këtë provë në shtëpi. Unë po ua tregoj thjesht se si mos të prisni flokët në shtëpi. Pasi i preva me gërshërën normale, unë fillova me këtë gërshërën e shkallëzimit se vetëm ajo më mungonte. Që këtu dalloshin stresat skandaloze, por unë vazhdoja kisha shumë besim të tepruar tek vetja. Sërish kapim një pjesë aty kot ku ta di unë se ç'më tregonte ajo aty në YouTube dhe sërish presim. Këtu e ula pak dozën, po nuk kishte më vlerë. Shikoni pak si bëj si parukere profesioniste, më qafsh mua. Këtu pasaj ishte pika më kulminante. Vazhdoi bëj sikur kam 100 vjet që pres flok, po këtu duhet që ta prisja në mënyrë të pjerrët, jo më të drejtë, dhe ky ishte pikërisht gabimi më i madh i jetës time në ato momente. Po bëje kot fytyrën ashtu se tani iku ai muhabet mbaroi dhe shikojeni pak se çfarë skandaloziteti, nuk e keni idenë se sa bishta flokësh kam prerë më mbrapa, edhe kjo është sasia e flokut që hoqja.